Shkojni shihni sot Bathoren, Valjesin, kam zënë vetë, institutin e kështu me radhë. Më thënë janë periferira që janë zhvilluar nën qeverisjen e kësaj partie dhe të atyre kryetarëve bashkie të Partisë Socialiste që jo vetëm kanë bërë mirë, po ngjallin shpresë që ky proces zhvillimi do vazhdojë akoma më qendrat e qyteteve janë një bërë akoma dhe më shumë. Do vazhdojë shumë më fort. Unë fjala bie, jam xhelos për Vorën. Kam qenë Vorë ku ndodhi Gërdeci. Dhe merre krahasoje Vorën tani me Vorën e Gërdecit. Merre krahasoje. Nuk po them që atje s'ka më një industri të tmerrshme siç është kjo, siç ishte ajo industria e demontimit të armëve mes një zone të banuar e me aq rrezik sa futi nën tokë 26 veta. E sa të plagosur, sa të dëmtuar. Po mbi të gjitha fëmijë bark nënave. Kam vdekur atje. Ka vdek nëna, 7 zanë atje që punonte e shfrytëzoi në mënyrë kafshërore. Dhe si mund të zgjatet ky? Lutem, kam lëvizur gjatë gjithë kësaj periudhe. Vetëm ajo gjë që më ka munguar ka qenë koha. Dhe unë do mundohem fort që gjatë këtyre 4 viteve t'ju shkoj të gjitha. E të merrem me ta, e të flas për problematikat e tyre, të gjymoj nga mbrapa problematikat e tyre, e natyrisht të zgjidh çfarë mundësie kemi. Po ju them, edhe sot kush na dëgjon këtu në emigracion e kudo gjet, më thënë veç kësaj partie që ka bërë këtë transformim që sot ekziston, me të mirat, me të këqijat e saj, me gabime, po edhe me korrupsionin brenda, i kemi bërë këto. Është i dukshëm, transformimi është i dukshëm. Nuk kam kujt i fshihen. Këto janë siç transformimi është i dukshëm, po edhe korrupsioni në anën tjetër është i dukshëm. Kështu që nuk mund t'i fshihem kësaj gjëje, po unë dua që të kem kohën e mjaftueshme këto 4 vjet për të marrë me këto problematika, e mbi të gjitha për të marrë me periferinë e Tiranës, sepse periferia e Tiranës ka potenciale fantastike. A e dini që Aira Kipsuli atje kishte një panair libri. Po imagjinonte kush 20 vjet më përpara panair libri në Bathore. S'kishte librari në Bathore. Në Bathore. Nuk kishte librari më në Tiranë. Panair libri në Kanës. S'ka kanama në Tiranë. E disa shkolla të reja janë po kinemat. E disa shkolla të reja janë. Domethënë, ky lloj transformimi që po ndodh, fal votës qytetarëve në radh parë, besimit ke Partia Socialiste dhe tek puna që ka bërë Partia Socialiste, unë mendoj që është një themel shumë i mirë për të vazhduar për shkuar përpara pikërisht përmes këtij transformimi. E mbi të gjitha duke luftuar ato fenomene që e frenojnë, nuk e lënë që të shkojnë kapacitete maksimale, potenciale maksimale këtë lloj transformimi e këtë lloj zhvillimi. Okej. Tash do të bëj një pyetje. Pra koha më mungoi. Asnjë qef mbetje me kërkënd fare përveç se faktit që jam qef mbetur e Tiranës që nuk më la kohën e mjaftueshme për ta bërë siç di unë ta bëj fushatën elektorale. Dakor, por shkurt, a mendoni që kjo lloj zgjedhje që të fusit të rit në listat e mbyllura dhe të lej ju që keni pas të kontribute në listat e hapura, është e mirë? Unë mendoj nga njëherë që ju keni kaq vjet dhe unë besoj që ti do ta fitosh. Sepse e para je njëri punëtor, e dyta je njëri që fol hapur, dhe duhet një zë si Braçe, siç duhet një zë nga opozita në parlament si Dashej. Duhen zërat e tillë duhen. Sepse një nga zërat më racional që unë kam dëgjuar në parlamentin e Shqipërisë. Lajm. Dhe tani unë po ju pyes një pyetje që kanë bërë gjithë, ja kanë bërë edhe Dashejt, me që ra fjala ja kanë bërë edhe këtij këtij partisë llapet, si quhet drejt. Endri Shabanit. Domethënë, a thash se ai kishte bërë llapës? Jo, llapa nuk vjen këtu. Qartë. Llapa nuk vjen këtu. Nuk vjen nuk do të flas fare për të fare. Një megaloman që do të shihni se do të përfundoj shumë shpejt. Pra, opozita pretendon se është një parti e djathtë dhe konservatore, nacionaliste, sovraniste, për familje dhe për fenë. A mendoni që ka të djathtë në Shqipëri dhe mund të jetë sovraniste një parti që bëhet bëth e brek me Fredis Beleris dhe është gati të çes det e tokë për Shqipërinë? Për Shqipërisë. Jo, nuk ka. Po, unë kam parë të djathtë në parlament, Dashi është një nga të djathtët të themi puro në parlamentin e Shqipërisë. Bamir Topi gjithashtu ka qenë në parlament, ka qenë presidenti i këtij vendi, është një djathtë.
nga fillimi deri në fund të emra. Por të kërkosh të djathtë tek këta, për më tepër sovranist dhe nacionalist, në kushtet kur janë këta përgjegjësit kyç për atë marrëveshje të dëmshme në kurriz të kufive të Shqipërisë, me Greqinë, apo kur janë këta, ata që i kanë dhënë Greqisë arsye, pse duhet vihet bëj fushat elektorale në himar, një territor, një popullsi e pastër, qelibar, shqiptare, nga fillimi deri në fund. Madje e lasht si e tillë, si shqiptare. Janë malsor. E lasht si e tillë si shqiptare. Domethënë, këta nuk meritojnë absolutisht gjë për gjëje. Po mbi të gjitha, të bësh në mënyrën më të shëmtuar të mundshme. Aty bashk, Fredi Beleri, edhe të zgjedhurit e tij, me shqiptar të çamërisë, është një perversitet ordiner që nuk meriton, ose më mirë me thënë, nuk meriton respekt jo, po meriton një ndëshkim shembullor me votë. Me votë. Tani unë dyshoj nga ky, po ata nuk kanë përgjegjësi që u bën bashkë çamët me në një koalicion të tillë? Nuk i vi fare kësaj historie, e kam dëgjuar shpërtimi Drizin se çfarë thot për këtë gjë, kam bërë koalicion me PD-n, përgjegjësinë duhet ta mbaj PD-ja që ka ftuar në koalicion edhe atë. Po ti nuk mban përgjegjësi? Është një muhabet me kap veshin kështu, po. Do të ishte parimore që kjo gjë mos ndodhte. Në gjykimin tim. Ndërkohë që këta janë këta Beleri e të tjerë mëra, falni, edhe Beleri është shqiptar, nuk është grek. E di. Fare zero. Shqiptar gjakprishur. Po ndjehet grek në historinë e tij, ose më mirë me thënë, e ka të qenit grek business. E ka të qenit grek business. Po ai ishte ky njeri kur ishte president që kërkonte Belerin si terrorist, siç të qenit, siç se ka kërkuar asnjëherë ai Belerin. Si ka qenë president? Zero. Merrni pyeteni këta çunat që janë marrë me hetimin e masakrës Peshkëpisë. Ka qenë një kontribut skandaloz i Sali Berishës, i Bashkim Gazetetës, i Agim Sheut në atë kohë, drejtor i përgjithshëm i policisë së shtetit, që hetimi për atë çështje mos ndodhte. Ka pasur akte represive përkundrejt minoritetit grek këtu, pa shkak nga ana e qeverisë Sali Berishës. Por një vit pas masakrës Peshkëpisë ka qenë një tentativë dytë ku është arrestuar Fredi Beleri. Një tentativë dytë për të sulmuar një tjetër post kufitare në Gjirokastër, që ka dështuar për shkak të këmbimit të informacionit midis qeverisë së Papandreut në Greqi dhe qeverisë kishte ikur Mitsotakis si baba atëherë, ishte qeveria e Papandreut që ka pas vullnet ta hetojë këtë gjë, ta hetojë ngjarjen dhe nuk ka pasur absolutisht kontribut nga ana e palës shqiptare, përfshi Sali Berishën dhe këta dy personat e tjerë, që minimumi të dërgonin në Greqi numrat e armëve të grabitura gjatë masakrës së Peshkëpisë, armët të cilat u kap komandoja një vit më pas. Dhe në përbërje të cilës ishte edhe Fredi Beleri. Pra që në atë kohë ka nisur kjo gjë. Ta lejmë politikën, si ka mundësi me gjitha këto, që thatë ju dhe që dim dhe më shumë një nëndin. Një njeri që e një vetën pak, po e lejmë partitë e majtë e djathë se s'ka. Se më kujtu e një gjë. Ky djali që është në përgjykata me një deputet të Partisë Demokratike, e që ishte drejtori i policisë së Shkodër, e që ka qenë drejtori i antiterrorit për gjithë Shqipërinë, është djali që ka hetuar çështjen e masakrës Peshkëpisë, që të Edmond Sulej. Një nga punojësit më të drejtë dhe më të ndershëm policisë së shtetit. Dhe ai djali është sulmuar, vazhdon të sulmohet vetëm për këtë çështje. Ku është ky sot? Është punojës policie? Është punojës i thjesht i policisë së shtetit. Kështu i trajtoj njerëzit. Ja, kjo është historia. Ashtu siç ai djali tjetër që kapi Fredi Belerin me presh në duar në himar, sot është në Akademinë e Policisë, në Akademinë e Policisë. Nuk është më në strukturën aktive operacionale të policisë së shtetit. Kjo po bën autogol ke vetja jote? Jo, s'po bëj autogol fare, unë s'merr me policinë e shtetit. Unë e respektoj policinë, jo. Për mua policia e shtetit duhet të ketë punë me partitë politike, duhet të jetë një institucion që duhet mbroj policët e saj. E sidomos ata që i shërbejnë këtij vendi, i shërbejnë atë dheu dhe interesave kombëtare të atë dheu. Braçë, unë nuk kuptoj një gjë që si ka mundësi
po e lem, sa jam me socialistët, po me këta nuk mund t'jesh jo. Por problemi është si mund të shkojë një njeri që ka një lloj ndërgjegje, ka një lloj qenie shqiptare, shkoj dhe të votoj për një njeri që ka bërë gjitha këto dhe kjo që ka thamë fund me Beleri, si ka mundësi që të shkosh dhe ta votosh këtë njeri, ose si ka mundësi që jemi kaq shoqëri e dobët, që të lejojmë që ky njeri, let vite kush drejt me nga opozitat, ky njeri të vit kërkoj prap pushtet. Kur ky ka bërë një 97, dhe është një katastrofë dhe David Binder ka pas një artikull, kur u kthy ky në pushtet mas 97-t, kjo nuk duhet ekzistonte si parti më, jo ai që shkaktoi 97 të kthej prap pushtet. Si ka mundësi ka disa ngjarje, akuzojmë Saliu në Edin, po ne si shoqëri më braçe. Nuk flas dot unë për këtë gjë. Unë jam një njeri që kërkoj të votojmë, po prap nga kjo shoqëri me atë profilin tim edhe me atë punë që kam bërë, edhe që mendoj unë se mund të vazhdoj ta bëj dhe ta bëj mirë në të shkuar. Po unë nuk jam unë personi që mund të gjykoj shoqërinë, por unë do doja të thoya që ka disa ngjarje që vlen si arsye qartë pse nuk duhet votuar ajo parti dhe një pjesë atyre njerëzve, sepse edhe brenda tyre ka njerëz që mund të votohen. Janë të votueshëm për shkak të atë që asaj që kanë ndërtuar si profil, edhe më vete në diferencë me leadershipin e partisë tyre kohë pas kohe. Por thash edhe një herë, ka disa ngjarje. Po pse duhet të ekzistonte ajo parti pas 21 janarit? Absolutisht. Nuk duhet. Pas Gërdesit? A duhet të ekzistonte ajo parti pas Gërdesit? Çdo parti që mund të ketë ndodhur një ngjarje e tillë është shkrir vetvetiu. Ose është shkrir me vot nga qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Por unë prap nuk kërkoj vot ndëshkuese. Unë kërkoj vot miratuese edhe vot shpresa. Për atë që ne jemi, e kemi mundësinë, e kemi potencialin ta bëjmë më tutje për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Do të bëj një pyetje që sollash në vëmendje që ja kam bërë dhe zonjës Artadat dhe Mimi Kodhelit, dhe ftuar që kanë pas këtu. Ku ndryshon? Për një sekond, to janë zonja, këto janë legjenda. Legjenda. Ke partia ime, zonja Dade është legjend. Është këtu lart. Ke drejt. Zonja Kodheli gjithashtu, po zonja Dade është këtu lart. Tani kemi bërë luftra ne me zonjën Dade. Po. Nuk kemi bërë betejë, luftra. Mi ka kallëzuar gjithë. Luftra. Tash problemi është që ky shkojnë në këtë kongresin e Partive Popullore në Spanjë. E pat gjuhën që përdori, jo për Edi Rama, për shtetin e vet. Por ka ndodhur një gjë që jo kundërshtonin me këta. Antishqiptarizmi nuk ka brirë. Po. Ka njerëz. Antishqiptarizmi nuk ka brirë. Ka njerëz. Tash ti. Ka njerëz. Kur ka ndodhur Gërdeci, ju keni marrë një qëndrim pro Shqipërisë dhe pro sa qeverie që të sfumohet që të hyjë Shqipëria në NATO. Edi Rama. Unë jo. Po, Edi Rama. Unë jo. Unë kam qenë unë atëkohë kam udhëhequr një fushatë. Ka bërë shumë mirë. Këtë rast ka bërë shumë mirë mendoj Edi Rama. Se pengonte. Dakor, po nuk përputhej me tipin tim kjo gjë. Edhe as me mua, edhe unë jam dakord, edhe unë po tisha kam një qëndrim, por ka një gjë braçe. Në atë periudhë unë kam fjalën që ai ka dhënë interesat e Shqipërisë. Ja ta them, se di njëri. Po. Unë dhe Edi Rama në atë periudhë jemi zënë pafund. Natyrisht ai kishte informacion më shumë se sa unë. Ishte në kontakt përtej njerëzve brenda vendit, ishte në kontakt edhe me agjenci të tjera, lisbatuese të vendeve të tjera që u shqetësuan pafund nga ngjarja e Gërdesit në Shqipëri, për më tepër që ne ishim fare pak afër me antarësimin, me mbledhjen antarësuese të